Sot do të ndalemi pikërisht tek një sjellje karakteristike e Jezusit që ai bëri gjatë shërbesës së tij. Jezusi na tregon diçka që ne duhet të analizojmë veten tonë sot. Ne o jemi mbushur me frymën e Zotit, me shpirtin e Perëndis, o jemi të mbushur me frymën me jetën e botës. Kjo është një analizë që neve duhet t'ja bëjmë vetes tonë çdo ditë. Unë besoj që në momentin që ne bëjmë diçka që është kundra vullnetit të Perëndis, edhe fillojmë e kuptojmë pastaj dhe ndihemi keq, ndërgjegjësojmë, gjykojmë veten tonë për atë veprim të gabuar që kemi bërë, atëherë neve shpirti i Perëndis, fryma e Perëndis që është në ne, është duke vajtuar, është e lënduar. Por le të vëmë re disa momente interesante për Jezusin. Jezusi gjithmonë, gjithkohës, gjatë shërbesës së tij, ai shpenzonte kohë vetëm me Perëndin. Kishte një kohë absolute që e kishte të nevojshme që ai të tërhiqej me një anë dhe të lutej Perëndis. Kemi në 6 raste në Bibël tek Ungjil ku Jezusi shpenzon kohë me Perëndin. E para do t'ju lexoj këto 5-6 pika, pastaj ne mund të ndalemi. E para është kur ai përgatitet për një detyrë të madhe. Kemi Lukën kapitulli 4 vargjet 1 dhe 2 dhe vargjet 14 dhe 15. Është momenti kur Jezusi është pagzuar dhe ai shpenzoi 40 ditë, neve u ndalëm në fillim të klasave tona, të mësimeve tona, pikërisht te kjo gjë. Jezusi shpenzon kohë, pra ai mbasi Jezusi u pagzua, ai shpenzoi 40 ditë në agjerim dhe duke u lutur në shkretëtir. Pasi kaluan 40 ditë, çfarë bëri Jezusi? Jezusi ndodhi që pasi u lut, ai u përball me një tundim, me një shkundje të fortë. Ku Satani e tundoi atë dhe e tundoi shumë fort. Po të lexojmë tek Luka, në fakt, kapitulli 4, vargjet 1 dhe 2. Dhe Jezusi plot me frymën e Perëndisë së shenjtë u kthye nga Jordani dhe fryma çon në shkretëtir. Ku për 40 ditë u tundua nga djalli. Gjatë këtyre ditëve ai nuk hangri dhe kur ato kaluan, në fund e mori urin. Gjatë kësaj kohe, pra, në fund Jezusi u përball pra me këtë. Gjithashtu, një moment tjetër që është i rëndësishëm në shërbesën e Zotit është ai kërkon të tërhiqet me një anë mbasi ka punuar gjatë. Për një kohë të gjatë ai ka punuar dhe të lodhshme, ai tërhiqet për të karikuar, për të shplodhur, për të shpenzuar kohë me Perëndin. Tani do ju çoj tek në disa pasazhe të tjera, por mos më mërzisni. Marku tani radhë fare kemi tek kapitulli 1, vargjet 35 dhe 39. Dhe të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte shumë herët, pra Marku 1, 35-39, kur ende ishte shumë herët, Jezusi ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Dhe Simoni dhe ata që ishin me të ju vunë nga pas. Dhe kur e gjetën i thanë të gjithë, po të kërkojnë. Dhe ju tha atyre, le të shkojnë në fshatat e afërme që të predikojnë dhe atje sepse për këtë ka marrë. Dhe predikonte në sinagogat e tyre në gjithë Galilen dhe dëbonte demonë. Pra Jezusi përpara se ai të niste punën e tij, shërbesën e tij, edhe vargu 39 edhe 38 dhe 39 na thot pikërisht të gjë, thot le të shkojmë atje thot Jezusi që t'i predikojë se për këtë ka marrë. Ndërkohë që 6:31 po tek Marku 30-31 na thot dhe apostujt u mblodhen te Jezusi dhe i treguan të gjithë që kishin bërë dhe sa mësuan. Dhe ai u tha atyre, jeni veçmas në një vend të vetmuar dhe të pushoni pak, sepse njerëzit që vinë dhe shkonin ishin aq shumë sa s'u dilte koha as për të ngrahur. Pra Jezusi dërgon fitepujt, por i thot gjithashtu shpenzoni kohë vet, tërhiquni, lutuni, shpenzoni kohë me Perëndin. Është shumë e rëndësishme kjo. Pra Jezusi i vuri një theks goxha të madh lutjes, shpenzimit kohë me Perëndin. Jezusi gjithashtu kur Jezusi ju desh që të qante, të vajtonte, të mbante zi, ai përsëri shkoi në një vend të qetë. Tek Mateu kapitulli 14, vargjet 1 deri në 13, neve aty mësojmë për historinë e Gjon Pagzorit. Gjon Pagzorin Jezusi e kishte kushëri, nëse mbani mend që Maria shkoi të takonte të shpenzonte kohë me Elizabetën, sepse ato ishin kushërirë. Dhe kur Jezusi dëgjoi këtë gjë që Gjoni e kishin vrarë, vargu
te kapitulli 14 i Mateut, vargu 13, vetëm pjesën e fundit të lexojmë ne. Çfarë bën Jezusi? Dhe kur Jezusi i dëgjoi këto, u tërhoq prej andej me një bark në një vend të shkret. Dhe turmat kur e dëgjuan e ndoqën në kam nga qytetet. Kur dëgjoi pikërisht se çfarë i kishte ndodhur gjatë pak zorit, ai donte të shpenzonte kohë vetë, donte që të qante, të vajtonte, të mbante zi për kushërimin e tij. Pra, jo vetëm kaq, por ai e zgjodhi këtë kohë kur ishte i dëshpëruar të shkonte ta ndante me Perëndin. Pra duke u lutur, duke shpenzuar kohë me Zotin. Vini re gjithashtu. Jezusi përpara se ai të marrë një vendim, ai përsëri shpenzon kohë me Perëndin duke u lutur. Tek Luka kapitulli 6, vargjet 12 dhe 13 na thon pikërisht këtë gjë. Na tregon që në fillim të shërbesës së tij, Jezusi shpenzoi gjithë natën duke u lutur vetëm. Dhe ditën tjetër, ai çfarë bëri? Zgjodhi 12 dishepujt e tij. Përpara se të merrte këtë vendim kaq të rëndësishëm që ishte që të zgjidhte, le të themi, nxënësit e tij ose ndjekësit e tij, ai Jezusi pra shpenzoi kohë në lutje, u lut. Çfarë do të thotë kjo për ne? Pra, kur ne kemi nevojë që duam të marrim një vendim, që është goxha i rëndësishëm, që duke menduar që kjo do ndikojë goxha në jetën tonë, në të ardhmen, le mos të rreshtim, le mos të nxitojmë që ta marrim ta marrim këtë vendim. Po le të shpenzojmë kohë në lutje, le të lutemi Perëndis. Pra është kjo goxha e rëndësishme. Në një kohë stresi, me të vërtetë Jezusi kaloi një kohë shumë të vështirë dhe të stresuar, por ishte momenti pikërisht kur ai do të kryqëzohej. Edhe përpara se ai të arrestohej, Jezusi e dinte se çfarë do të ndodhte me të, tek Luka 22. Po, Luka 22, vargje 39 dhe 40 deri në 44. Dhe doli dhe shkoi si zakonisht në malin e ullinjve. Dhe e ndiqnin edhe dishepujt e tij. Pra, si zakonisht, ishte një diçka që ai e bënte shpesh, që shkonte të shpenzonte kohë me Zot. Pra shpenzonte kohë me Perëndin. Kur arriti në vend, pra tek vendi ku ai qëndronte për të lutur, u tha dhe atyre: "Luteni që të mos hyni në tundim." Dhe u largua prej tyre aq sa mund të hidhej një gur dhe ra në gjunjë dhe lutej, duke thënë: "O Atë, po të duash, largoje këtë kuk nga unë. Megjithatë, mos u bë vullneti im, por hyti." Atëherë ai ju shfaq një angjëll nga qielli për t'i dhënë forcë atij. Dhe ai, duke qenë në agoni, lutej edhe më fort. Dhe djersa atij po bëhej si pika e gjakut të mpiksur që bie mbi dhe. Pra, në këtë kohë Jezusi po kalonte një kohë shumë të vështirë agonie. Pra le të themi një agoni emocionale, një luftë shumë e madhe. Nuk e di ku ka ndodhur kjo kur jeni në një lloj dëshpërimi të madh. Edhe e dini çfarë ju pret. Edhe nuk dini, doni që të kishte një zgjidhje, por nuk dini se si t'i jep ose si t'i jap. Pra Jezusi shpenzoi kohë të konsiderueshme duke u lutur. Por gjithashtu Luka 5:16 na tregon që ajo çfarë është e rëndësishme, shumë herë në shërbesën e Jezusit ne shikojmë Jezusin pra që harxhoi një kohë vetëm në lutje. Pra që gjithë kohës ai shpenzonte një kohë në lutje, ku ai fokusohej me Perëndin, duke i lutur Perëndis, duke parashtruar çdo shqetësim ton të tij në atë moment. Po çfarë do të thotë kjo për ne? Kur neve ndodhemi pikërisht pra, duke u përgatitur për një detyrë të madhe, për një përgjegjësi që ne mund na jepet, të na merret, ose na kërkohet që ta marrim përsipër. Ne duhet çfarë të bëjmë? Të shkojmë veç dhe të lutemi. Kur kemi punuar dhe jemi lodhur në një punë kaq shumë të madhe, përsëri të largohemi vetëm, të shuajmë çdo zhurmë të mundshme. Mundësisht edhe neve shpesh herë e bëjmë këtë gjë, por harrojmë marrim telefonin me vetë. Dhe ulemi edhe çakaçuka me telefon. Nëse ne do donim një kohë vetëm me Perëndin, hiqni dhe telefon. Kjo është diçka personale për të shpenzuar kohë me Zotin, për të karikuar, për të mbushur me frymën e Zotit. Nëse je duke e vajtuar ose duke mbajtur zi për dikë, siç Jezusi mbajti për kushërimin e tij, dhe të lutet, shpenzoni kohë veç me Zotin, parashtrojani Zotit këto gjëra. Përpara një marrje, një vendimi, siç e lexuam që Jezusi zgjodhi 12 dishepujt e tij. Ai përsëri jo vetëm që u lut, por u lut gjithë natën. Dhe shpenzoi një kohë të gjatë në lutje përpara Perëndis. Disa orë përpara se ai të arrestohej, edhe pastaj ta torturonin
e ta rrinin, e ta bështynin, e ta shanin dhe pastaj ta kryqëzonin, Jezusi përsëri shkoi dhe shpenzoi kohën në lutë. Pikërisht pra, gjatë gjithë kohës së tij, Jezusi na tregoi, gjatë gjithë jetës së tij, Jezusi na tregoi që është shumë e rëndësishme të kemi kohë me Perëndin. Është shumë e rëndësishme që ta mbushim jetën tonë me frymën e Zotit, sidomos në to kohëra të vështira ku neve ndodhemi edhe sot. Është shumë e vështirë që të fokusohesh, ku çdo gjë rreth teje po shandet, po prishet, por le mos harroj. Perëndia është në ne. Perëndia asnjëherë nuk na ka braktisur. E di ku është problemi jon që ne besoj që neve na bie besimi, le të them. Na dobësohet besimi ynë është vetëm në momentin që sepse neve mendojmë vetëm për këtë jetë. Neve mendojmë për këtë, po çfarë do bëj unë tani? Po çfarë do bëj unë pastaj? Ne shumë rrallë e mendojmë momentin në përjetësim me Perëndin. Shpesh të gjithë kemi këtë lloj problemi. Ne për aq kohë sa do marrim frymë mbi dhe ne gjithmonë do të tentojmë që të qëndrojmë sa më shumë. Besoj që një nga kur të jemi me Perëndin, edhe të shikojmë bekimet, edhe të shikojmë madhështinë në Zot, edhe të shikojmë që nuk kemi pse të shqetësohemi e të vuajmë se smuremi ose kështu, atëherë do të themi çfarë pas kemi humbur, për çfarë kemi luftuar në jetën tonë. Por është diçka që na takon gjithsecilit prej nesh ta zbulojmë vetë në jetën tonë. Nuk mundet dikush ta imponojë. Mund ta imponojë, për shembull, ta di unë, për hir të punës ose diçka do bësh kështu si them unë, por përsëri edhe në punë ku je, por nuk do japësh dhe pastaj do vi puna, do thuash se u mërzita, do kërkoj diçka tjetër. Edhe pse pastaj do japim justifikime, jo se është paga e mirë, jo na mbanin rrogën e kështu. Sepse ti nuk po ndihesh rahat tek ajo që je duke bërë. Ndaj është shumë e rëndësishme të shpenzosh kohë me Perëndin dhe t'i japësh vendin që meriton në jetën e tij. Është jetën tua. Është diçka që na përket gjithë secilit prej nesh. Unë dëshiroj t'i kujtoj juve dhe vetes time pikërisht këtë gjë. Le mos ta mbushim jetën tonë me gjërat e botës, por le ta mbushim jetën tonë, frymën tonë, shpirtin tonë me frymën e Perëndis. Dhe atëherë do të gjejmë forcë. Unë nuk e di se si, por unë e di që Perëndia premton dhe unë e di që Perëndia i mban premtimet e tij. Paqja dhe hiri i Zotit qoftë me gjithë secilin prej jush.